Me kërkesë të prokurorisë së Tiranës u sekuestruan pasuritë e shtetasit Ilber Domi, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Wiesbaden, Gjermania, i akuzuar për veprat penale trafiki lëndëve narkotike dhe mbajtje e shitje e armëve luftarake dhe municioneve. Kush është 36 vjeçari Ilber Domi, koka e trafikut të drogës? Pjesë e këtij rrjeti të trafikut të drogës janë Edmond Ernest dhe Ilber Domi, të njohur nga autoritetet gjermane si trafikant të lëndëve narkotike dhe bazën e kanë kryesisht në qytetin e Kielit. Ata krijuan në Gjermani një biznes të vogël, i cili shërbeu si kamuflim për shitjen dhe trafikimin e drogës. Nga dokumentet hetimore në Gjermani rezulton se antar kryesor i këtij grupi ishte Ilber Domi, 36 vjeç, i cili mundi të largohej nga atje dhe të vinte në vend lindje. Pjesë e grupit në fjalë janë edhe vllai i Ilber Domit, Edmond Domi, 41 vjeç dhe Ernest Domi, 40 vjeç. Edmond Domi u akuzuan vitin 2022 për shpërndarje droge në një gjyq në Kiel të Gjermanisë, por u lirua pasi prokurorët atje nuk mundën ta aprovonin. Megjithatë edhe Edmondi sapo u lirua nga burgu laj Gjermaninë dhe u kthye në AD. I madh në biznesin e drogës është edhe Ernest Domi. Ai u kap në nëntor të vitit 2020 përmes hakerimit të aplikacionit SkyECC nga autoritetet franceze dhe në biseda ai u zbulua se mundi të fitojë 1.5 milion euro me 20 kg kokainë dhe 267 kg kanabis sativa. Ai është i arrestuar ndërsa dyshimet e autoriteteve gjermane janë se lëndë narkotike që e shiste në zonën e Hamburgut, personi me iniciale QD, autori vrasjes Rjol Sysenit, e merrte nga antar të grupit të trafikimit të lëndës narkotike të domve.